luftës, mund të afroheni zoti Faik, mund vini pak pranë. Unë kam pranë me enertil zotin Faik Kadriaj, është një nga ish luftëtarët e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Si shumë të tjerë keni ardhur sot për të mbështetur ish komandantët e UÇK-s apo jo? Po. Çfarë mesazhi keni ardhur sot për të mbështetur ish komandantët e UÇK-s apo? Po. Çfarë mesazhi pashë jep? Mesazhi kryesor na i çojnë njerëz tonë se janë pafajshëm. Janë pafajshëm, janë njerëz që kanë kulmu prej viteve për Vetë ju në cilat zona jeni angazhuar me UÇK-n? Në zonën e Bashrik. Tu dy komandante përposa si Kadriaj. Boni do të çekeni këta se na Sa është rritur Kosova, shteti i Kosovës këto 18 vite, si gjykimin tuaj, pra sakrifica juaj ja ka vlet, ka vend për më mirë apo e shihni ndryshëm? Kosova ka ja ka vlet, ka vend për më mirë apo e shihni ndryshe? Kosova ka për 20 vite liri që e kem pas edhe 18 pavarësi, është ndër shtetet e pakta që ka përparu dhe është bo një zhvillim shumë i madh. Per falë tyne njerëzve që i kem sot në hog, kem gjitha institucionet që i takojnë një shtetit. Gjithë shka që u bo me mundin dhe njerëzën e tyne që i kem sot në hog. Neve që kemi kry të tyren dhe obligimin që e kena pas si qytetar të vendit, pavarësisht a jem kam të Kosovës, atë kena pas gjitha visave shqiptare, prej Shqipnijës, Maqedonisë, Preshevës, Bujanovcit, Malizit, gjithë ka janë kontru e kena pas shok e vllazën që na kanë ndihmë për shërimin e Kosovës. Si e përjetuat kërkesën që prokuroria speciale ka bërë për ish komandantët e UÇK-s nga 45 vite burg për secilin kërkohet? Kjo është një krim që i bëhet për çdo aty në njerëzve dhe Kosovës, përgjithësi shqiptarëve. Është krim i madh. Nuk ka ku në botë një gjykat me i denuncë qëllimtar. Nuk ka ku në botë. Nuk e kena sulmu asnjë shtet. Ne kemi luftu vetëm për vendin tonë. Kemi luftu për drejtat tona, që na kanë dhënë nga nona jonë Shqipëri. Që ndër hala kem që një ditë më konë bashkë me gjitha troje shqiptare ku jem. Kjo është një dënim që kush në botë nuk e ka bon veç të na që ndoshta nuk është këtë shka flasin, po nuk e besojmë që kanë më najtë dënuar. Kur? Mendoni që nuk do të dënohen? Nuk do të dënohen, se do të ketë një fatkeqësi të madhe nëse dënohen. Çfarë ndodh në një rast të tillë, nëse ata dënohen? Në rast të tillë atëherë mosat janë nga më të ndryshme, sidomos me ne shqiptarëve që jemi kanë pjesë e luftës. Nuk e dërojmë këtë padrejtë që është në u. Nuk e dërojmë. Mund të tregoni më shumë për veten, keni qenë angazhuar në luftë? Po, me sakrificat nda, por ndërkohë më rrëfyhet që jeni dhe invalid i saj apo jo, jeni plagosur gjatë luftës? Po, jam i plagosur gjatë luftës. Luftën e kam nisë 1998 kam fillu, edhe dek deri në fund. Kemi dhënë atë kontributin tonë sa kemi mujt, as sa kena pas mundësi dhe as sa kena ditë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kena orë të kjo gjendje. Lufta nuk ka qenë e drejtë, se ina me një forcë shumë të madhe si është konë Serbia, e ja kemi këty pushken me atë armë që na ka dhënë në Shqipëria. Flitet gjithmonë te gjykata speciale për krime, po ndërkohë krimet më të mëdha kanë ndodhur në Kosovë. Kur ju dëgjonit për krime në krahina të ndryshme, Reçaku, ajo në familjen e Ashari e të tjerë, si përjetoheshin nga një njerëz që kishte marrë përsipër të dilte në luftë? Ne i kemi pa me sy tonë torturat, masakrat, përdhënimet që i ka bërë ushtria serbe dhe paramilitar serb. Por ne si UÇK kur nuk kem tentu me bon ose me vra një njeri të pa armatosur, sidomos misi, ose sidomos që thënë të organet, të janë mësët vërteta. Kur njët nuk ka bon UÇK-ja krime ndaj asë një njeri civil, pavarësisht se çau konaj. Ne kemi luftu veç për drejtën tonë. Flitet atje, po shohim në seancat e gjykatës që komunikatat e UÇK-s nxisnin luftëtarët për të kryer veprime që shkelin parimet ndërkombëtare dhe ato të luftës. Si qëndron e vërteta? Të janë të gjitha dhe gatune prej
shqipfolësit që I kemi të në Kosovë, bashkë me Serbien edhe Rusien. Nuk ka të vaj asë një sen, të janë krejt pagune me pare nga Serbia për me një losë UÇK-n. Gjithë shka flitet atje nuk është e vërtet. Shka flitet për shërimtarë të Kosovës nuk është e vërtet. Gjithë shka këto janë trillime që janë pagune direkt për I Serbijës, që ka dhonë miliona. Dhe gjithë akademik serbë luftojnë për një ditë që I prapë Kosovën me këty në Serbi. Një mesazh I fundit për gjithë shqiptarët, jo vetëm për ata të Kosovës. I roj gjithë shqiptarët kudo që janë, prej mërgimit e kudo në përvisë shqiptarët që një ditë jemi bashkë e të festojmë një festë për bashkë ta kemi gjithmonë. Faleminderit juve prej Shqipërisë që një javë na keni marrë intervistë. Inshallah do Zoti e bashkohemi një ditë